Zogu ishte aty që para se të linte dielli. I shtrirë mbi rrogozin prej dheu, pranderës së shkollës së vjetër, ku çatit ende pikonin nga shiu i natës. Ai nuk kishte pronar. Nuk e kam pasur kurrë. Por unë prisja çdo ditë të njëjtin djalë, Dritanin. Dritani vinte gjithmonë i qetë. Me çantën e shpinës të konsumuar në shpinë, kokën ulur, duke ecur ngadalë hapat sikur dikush që mbante diçka që askush nuk e sheh. Vetëm Zogu pa. Vetëm ai. Banorët e fshatit thanë se qeni ishte i çmendur. Kjo ndoqi këdo. Por nuk ishte tamam kështu. Zogu nuk ndiqte këdo. Ai zgjodhi Dritanin. Dhe ai nuk e lëshoi kurrë dorën. Atë ditë, Dritani erdhi me një fytyrë më të mbyllur se zakonisht. Ai as nuk shikoi nga qielli, as nuk i goditi me shelm guralecët në shteg siç bënte gjithmonë. Vetëm eci. Drejt. I heshtur. Dhe Zogu, pikërisht pranë tij, me veshët lartë dhe me hundën që nuhaste ajrin, sikur të kishte ndjerë diçka të keqe. Shkolla ndodhej në një kodër të vogël guri, me një gardh të ndryshkur prej hekuri dhe një flamur shqiptar që valvitej dobët, pa forcë. Djemt e tjerë ishin tashmë atje, duke hedhur gur në deg dhe duke bërtitur fjalë të pista. Dritani kaloi mes tyre. Askush nuk i foli. Një ose dy qeshën pas tij. Njëri goditi tokën aty pranë me shelm. Por Dritani thjesht hyri brenda. Zogu qëndroi. Si gjithmonë. Jashtë. Her pas here ai ngrihej dhe shkonte te dritarja e vogël në dhomën e ndenjes. Ai i vuri putrat në prag të dritares, sikur donte të shihte nëse gjithçka ishte në rregull. Pastaj ai do të kthehej në vendin e tij të zakonshëm, pranë shkallëve të çara prej çimentoje. Brenda dhomës, Dritani mezi fliste. Ishte pranë dritares. Shikova jashtë më shumë se sa pikturën. Dhe sa herë që e shite Zogun atje poshtë, buzëqeshte për gjysmë. Askush nuk pa. Vetëm ai. Në pushim, shokët e klasës vrapuan jashtë. Dritani ishte ulur aty me një bukë të thatë në dorë. Kur u largua, shkoi në anë të pemës së madhe, ku Zogu po priste tashmë me bishtin që rrite tokën. Dritani e theu bukën për gjysmë dhe ja dha atij. Asnjë fjalë. Vetëm një gjestë. Një fërkim i shpejt pas veshit. Midis tyre nuk kishte më nevojë të thoshin asgjë. Ai që do të kafshoj akoma, bërtiti njëri nga djemë. Dritani nuk u përgjigj. Ai vetëm shikoi poshtë. Pas pushimit, Zogu u përpoq ta ndiqte përsëri Dritanin, por erdhi një mësues me një fshesë. Largohu që këtej, kafsh e ndyrë. Zogu gromëriu lehtë, por u largua ngadalë, sikur ta dinte se nuk kishte kuptim të luftonte. Ai shkoi të shtrihej në hijen e murit. Por syt mbetën të fiksuar në derën e dhomës. Nuk u pulsua. Nuk fjeta. Unë thjesht prita. Pasditja ra rëndë. Qielli me re dukej më i ulët. Era ndaloi. Dhe Zogu u ngrit pa pritur. Ai nuhati ajrin. Ai u lëriti but, sikur po thërriste dik. Por askush nuk u përgjigj. Brenda, Dritani ndjeu një të ftohtë. Ai shikoi nga dritarja. Ai pa Zogun në këmbë, me putrat e tij të shqetësuara. Diçka nuk ishte në rregull. Ai e dinte. Zogu e ndjeu më parë. Gjithmonë e kam ndjerë. Në dalje, porta e hekurt kërciste me të madhe. Studentët u larguan në grupe. Dritani erdhi i fundit. Kur kaloi, Zogu erdhi duke vrapuar. Ai u hodh përpjet, duke lëpir dorën. Djali u përkul dhe i përqafoi qafën për disa sekonda më shumë se zakonisht. Vetëm ti, apo jo, Zogu? Përshpëriti ai me një ton aq të ulët sa as era nuk e dëgjoi. Të dy filluan të ecnin së bashku përgjatë rrugës prej dheu që kalonte përmes fushës. Pemët dukeshin të heshtura. As zogj nuk kënduan. Zogu u ndal pa pritur. Fytyra u kthye nga ana tjetër. Veshët e shpuar. Syt i ngulur në një kaçub të gjatë në anë të rrugës. Një tingull i thatë. Një deg e thyer. Një përshpëritje nga larg. Dritani nuk e vuri re. Ai vazhdoi të ecte. Por Zogu qëndroi i palvishëm, duke gromëritur lehtë. Diçka ishte aty. Diçka që ai tashmë e ndjeu.
Djali u ndal disa hapa përpara, shikoi prapa dhe thiri, "Eja, zogu." Por qeni nuk u përgjigj. Ai qëndroi aty i ngrirë, sikur bota të ishte bërë më e rëndë. Dhe pastaj, qielli filloi të erësohej para kohe. Zogu u zgjua para lindjes së diellit. Isha shtrirë në verandën prej cimentoje të shtëpisë ku jetonte Dritani me gjyshen e tij. Kur pa djalin të hapte derën, u ngrit menjëherë në këmbë, duke tundur bishtin, sikur të thoshte, "Hajde të shkojmë përsëri." Dritani u largua në heshtje. Çantë shpine mbi supe, pamje e humbur. Ai ja kaloi dorën mbi kokë zogut dhe filloi të ecte në rrugën e pashtruar. Qeni e ndoqi, i ngjitur pas këmbës, sikur të ishte një hije. Fshati ishte ende në gjumë. Vetëm gjelat këndonin në distancë. Shtëpitë e vjetra, me çati të ulta, dukeshin sikur frymënin të njëjtën lodhje që mbarte Dritani. Dhe zogu e ndjeu këtë. Ndjeva gjithçka, edhe pa e kuptuar. Në hyrje të shkollës, nxënësit e parë kishin mbërritur tashmë. Disa shkelmonin guralec, të tjerë luanin shtytje e shtytje. Kur pan zogun, njëri prej tyre bëri një fytyrë të zymë. Përsëri ajo kafshë. "Do të kapësh një sëmundje, Dritan." Dritani as nuk u përgjigj. Ai thjesht kaloi pranë tyre, me kokën ulur, sikur ta kishte dëgjuar 1000 herë më parë. Zogu i shikoi djemt me sy të ngushtuar, me bishtin ulur. Por ai nuk bërtiti. Jo ende. Porta e ndryshkur e shkollës u hap. Mësuesi e shikoi qenin me një vështrim të ndyrë. "Ajo kafshë nuk mund të hyjë brenda," ta thash tashmë. "Mbylle në shtëpi, Dritan." Por zogu nuk ishte nga ata që duheshin zënë në kurth. Nuk ishte kurrë. Edhe kur e ndiqnin, ai kthehej. "Gjithmonë. Do të shtriesha në të njëjtin cep të shkallëve dhe do të qëndroja atje gjithë ditën, duke pritur." Në klas, Dritani mezi shkruante. Fletoria ishte plot me shkaravina. Vështrimi i humbur nëpër dritare. Dhe jashtë, si gjithmonë, zogu. I shtrirë, i vendosur, me kokën lart dhe shikimin të ngulur te dera. Sikur të ishte truproje. Në pushim, Dritani u largua ngadalë. Buka që kishte dërguar gjyshja ishte e ndenjur. Ai u ul në cep të oborrit, pranë murit. Zogu u shfaq brenda pak sekondash. Ai u shtri në krah. Djali e theu bukën për gjysmë dhe ja dha atij. "Je i vetmi që nuk më quan të çuditshëm." Zogu ja lë piu dorën. Nuk kishte nevojë të thoshte asgjë. Bishti tunte ngadalë, sikur të kishte kuptuar gjithçka. Një grup djemsh kaluan aty pranë. Njëri prej tyre murmuroi me zë të lartë me qëllim, "Fol me qenin sepse askush nuk e duron më atë fëmijë." "I çmendur." Dritani bëri sikur nuk dëgjoi. Por zogu dëgjoi. Ai u ngrit ngadalë. Veshët e shpuar. Ai qëndroi midis djalit dhe grupit. Asnjë lehje. Vetëm duke kërkuar. "Firm." Njëri nga djemt qeshi me nervozizëm. Ai bëri një lëvizje për t'u larguar. Por një tjetër, më i gjati, ai që udhëhiqte gjithmonë, u ndal, u përball me Dritanin dhe pështyu aty pranë. "Do të fshihesh pas ndonjë kafshë tani?" Dritani nuk u përgjigj. Ai as nuk shikoi. Ai vetëm uli kokën dhe i kaloi dorën mbi shpinë zogut. Qeni u shtri përsëri. Por me sy më të ngushtë. Më i vëmendshëm. Në fund të ditës, kur mbaroi mësimi, Dritani doli i fundit. Dielli tashmë kishte filluar të perëndonte pas kodrave. Hija e pemëve u rrit në rrugë. Zogu shkoi përpara, duke nuhatur tokën. Në çdo zhurmë, ai ndalonte. Shikova shkuren. Ai bërtiti butësisht. Pastaj ai e ndoqi. "Çfarë ke, zogu?" pyeti Dritani. "Është e çuditshme sot." Qeni nuk u përgjigj. Por trupi i tij nuk do të relaksohej. Bishti nuk lëvizte më. Atë natë, Dritani hëngri darkën në heshtje. Gjyshja u përpoq të bënte bisedë, por ai vetëm tundi kokën. Pasi hëngri, doli dhe u ul në shkallët e përparme. Zogu u shtri pranë tij. Qielli ishte i errët, pa yje. Era frynte fort. Djali mbështeti kokën mbi qenin. "A e dije që ëndërrova për pyllin në flak?" "Vrapova. Por askush nuk më pa." Zogu lëvizi, lë piu fytyrën.
pastaj u kthye në shtrat. Por ai nuk fjeti. Thellë në sytë e qenit kishte diçka që as djali nuk e kuptonte. Një paralajmërim. Një frikë që ende nuk kishte emër. Zogu nuk fjeti mirë atë natë. Çdo orë ai ngrihej, ecte nëpër shtëpi dhe pastaj shtrihej përsëri te dera, duke marrë frymë rëndë. Kur qielli u pastrua, ai ishte tashmë në këmbë, duke pritur që Dritani të dilte. Djali hapi derën me sy të përlotur. Ai as nuk dukej sikur kishte fjetur. Hajde të shkojmë, Zogu. Kaq ishte. Dhe të dy ndoqën rrugën prej dheu që kalonte përmes fshatit. Toka ishte ende e lagësht nga vesa e mëngjesit të hershëm dhe shkuret aty pranë bënin zhurmë në erë. Vetëm era. Zogu po sillej çuditshëm. Ndalonte gjatë gjithë kohës. E nuhata ajrin. Vesh drejt. Bishti i palvizshëm. Ai nuhati sikur rreziku të kishte një aromë. Dritani vuri re. Çfarë ke, ë? Nga çfarë ke frikë? Por Zogu nuk u përgjigj. Ai thjesht u mbështet pas djalit dhe ndoqi hapat e tij më afër se kurrë. Shkolla u shfaq në maj të Kodrës. Flamuri i kuq valvitej lehtë. Djemt e parë ishin tashmë atje. Dritani kaloi drejt e andej. Zogu, si gjithmonë, qëndroi jashtë. Por ai nuk u shtri. Ai ecte para dhe mbrapa, duke parë cepat e oborrit duke gromëritur lehtë. Diçka ishte ndryshe. Brenda, mësimi vazhdonte. Mësuesi foli, por Dritani nuk dëgjoi. Sytë e tij ishin nga dritarja, ku Zogu po ecte nervozisht, sikur ta dinte që koha po mbaronte. Gjatë pushimit, Zogu u përpoq të hynte, por u godit me shelm nga njëri prej punonjësve. Ai u kthye te porta dhe qëndroi aty, me hundën e shtypur pas hekurave. Sytë nuk I shkëputeshin Dritanin. Vetëm pas orës së mësimit filloi gjithçka. Dritani u largua ngadalë, si gjithmonë. Por Zogu ishte tashmë I tensionuar. Qeni dridhej, nuhaste tokën dhe bëhej rrotull. U ndal pa pritur. Ai gromëriu. I fort. Ai shikoi në anën e majtë të rrugës, ku bari ishte më I lartë. Dritani shikoi edhe ai. Çfarë ishte? APG? Zogu qëndroi I palvizshëm, me putrat të palvizura, trupin ulur, gati për të vrapuar. Por ishte tepër vonë. 3 djem dolën nga pylli. Shpejt. Njëri prej tyre mbante një gur në dorë. Një tjetër mbante diçka që shkëlqente. Një teh. Dritani bëri një hap prapa. Hej, çfarë po bëni ju djema? Askush nuk u përgjigj. Njëri prej tyre erdhi nga pas. Ai shtyu. Dritani ra në gjunjë. Zogu bëri një hap përpara. Qeni I kafshoi krahun djalit që mbante thikën. Ai kafshoi fort. Por ai u godit me shelm në hundë. Ai u lëkun, por u kthye. Le me zë të lartë. Ai le sikur nuk ka lehur kur më parë. Dritani u përpoq të ngrihej, por rrëshiti. Tehu erdhi nga ana. Një prerje e thatë. Shpejt. Në bark. Djali ra në krah, duke rënkuar. Zogu u lëriti. Ai u lëriti në një mënyrë që bëri që edhe zogjit të zhdukeshin nga qielli. Ai u hodh mbi trupin e djalit, duke I lëpir fytyrën, duke rënkuar, duke e mbrojtur. Sulmuesit ikën me vrap. Zogu nuk u largua. Qëndroi aty, I bllokuar. Trupi I tij po dridhej. Gjaku I Dritanit u përhap në të gjithë vendin. E kuqe, e nxehtë, e heshtur. Prit pak, djali im, prit pak. Qeni ja lëpinte fytyrën, e shtynte me hundë, përpiqej ta bënte të hapte sytë. Një fqin dëgjoi lejet dhe ja mbathi me vrap. E pa skenën. Ai bërtiti. Ai thiri për ndihmë. Ndihmë. Telefononi spitalin. Djali është poshtë. Erdhën më shumë njerëz. Britma. Nxito. Një makinë ndaloi. E vun Dritanin në sedilen e pasme. Zogu u përpoq të futej brenda. Ajo kafsh nuk do të shkoj. Por ai rënkoi. Ai përparoi. Dhe ai hyri. Ai ushtri në prerin e djalit, edhe pse jashtëqitja ishte e mbuluar me gjak. Sytë e tij nuk u dridhen. Rruga për në spital ishte e gjatë. Shumë gjatë. Zogu qëndroi aty gjatë gjithë kohës.
Unë dal. Asnjë zë. Me hundën e shtypur pas gjoksit të dritanin. Zemra e tij ende rrite. I dobët. Por mundi. Ata mbërritën në spital dhe infermieret vrapuan. Ata u përpoqën ta merrnin qenin me forcë. Ai nuk u largua. Ai gromëriu. Ai i shtrëngoi putrat. Nuk doja ta lëshoja djalin nga dora. Lëre erdhi ai, lëre. Zogu qëndronte te dera e urgjencës. Ulur. Duke pritur. Gjaku ende i pikonte nga hunda. Zogu nuk lëvizi nga dera e spitalit. Që kur mjekët e sollën dritanin në atë dhomë të ftohtë, ai qëndroi atje. Unë dal. Me trupin që i dridhej dhe hundën e shtypur pas drurit. Askush nuk mund ta largonte. Njerëzit po kalonin. Infermiere. Doktor. I afërm i një pacienti tjetër. Të gjithë shikuan, murmuruan. Por askush nuk pati guximin ta dëbonte qenin. Ai nuk lehte. Unë nuk qava. Unë thjesht prita. Puthra e lënduar ende po rrjedhte gjak ngadalë, por atij nuk i interesonte. Ai lëvizi vetëm kur dëgjoi një zhurmë që vinte nga brenda. Një bilbil. Një hap. Një pëshpëritje. Me çdo zhurmë, zogu ngrihej, thithte ajrin dhe shtrihej përsëri në të njëjtën mënyrë. Brenda dhomës, dritani ishte shumë i qetë. Ai po merrte frym dobët. Shumë i dobët. Kishte tela të ngjitur në trup dhe po dëgjoheshin disa bipe, sytë e mbyllur. Dhe ndihej shumë e lehtë në atë shtrat të bardhë, sikur trupi donte tashmë të largohej. Një infermiere e drejtoi çarçafin dhe doli nga dhoma me sy të përlotur. Jashtë, ai kaloi dorën në përgëzofin e zogut. Ai nuk i ka hapur sytë ende. Por kur dëgjon lejen tënde, dora i lëviz. Është sikur e di që je aty. Zogu i lëpinte gishtat. Pastaj u kthye në vendin e tij. Brenda, mjeku shikoi numrat në ekran. Ai tundi kokën. Ai psherti u thellë. I thash diçka një infermiereje tjetër me zë të ulët. Diçka që tingëllonte si ndoshta sonte. Ndërkohë, jashtë, zogu u ngrit në këmbë. Ai shkoi te dritarja anësore. Ai qëndroi në këmbët e pasme, duke u përpjekur të shihte brenda. Kur nuk mundi, ai ecte nëpër korridor dhe shtrihej me hundën mbështetur në murin e ftohtë. Orët kaluan. Drita në qiell po bëhej gri. Fshati përreth spitalit po shuhej. Dhe heshtja pushtoi gjithçka. Brenda, dritani lëvizi gishtat. Shumë lehtë. Infermierja vrapoi të thërriste mjekun. Ai mbërriti shpejt. Ai ja preku kyçin e dorës djalit. Asgjë. Ai shikoi makinën. Ende po rrite. Por ngadalë. Shumë ngadalë. Në të njëjtën kohë, zogu u ngrit në këmbë. Asnjë zë. Pa paralajmërim. Sikur të kishte dëgjuar diçka që askush tjetër nuk e kishte dëgjuar. Ai ja nguli syt derës së dhomës. Bishti i palvizshëm. Frymëmarrje më e rëndë. Një erë frynte nëpër korridor, edhe pse dritaret ishin të mbyllura. Zogu eci drejt derës dhe u mbështet fort pas saj. E kruante lehtë hundën në dru, por ajo mbeti aty. Ulur. Duke parë përpara. Duke pritur. Infermierja doli me një fytyrë të lagur. Unë nuk thash asgjë. Ai thjesht e përkëdheli qenin dhe iku. Zogu u ngrit ngadalë. Ai hyri në dhomën tjetër, ku një çarçaf ishte palosur mbi një karrige. Ai u ngjit me vështirësi dhe qëndroi aty. I tkurrur. Me sy hapur. Brenda, mjeku e fiku makinën. Zemra kishte ndaluar. Por askush nuk foli me zë të lartë. Askush nuk qau me zë të lartë. Duket sikur edhe spitali e dinte që dhimbja atje ishte e ndryshme. Zogu e shtypi hundën pas xhamit të derës. Ishte kështu. U ndal. Duke parë atë që askush nuk do ta linte të hynte për ta ndjerë. Një grua solli ujë. Një infermiere u përpoq të jepte ushqim. Por ai refuzoi gjithçka. Qëndroi aty. Në korridorin e ftohtë. Me një puth të lënduar. Sytë që nuk dridhen. Shpirti i varur pas diçkaje që nuk do të kthehej kurrë më. Nata ka rënë një herë e përgjithmonë.
Dritat e spitalit u fikën një nga një. Vetëm një dritare kishte ende dritë, ajo në dhomën ku dritani flinte për herë të fundit. Zogu mbeti atje, duke u shtrirë, i heshtur, sikur e dinte tashmë se çfarë do të ndodhte të nesërmen. Qielli ishte ende i errët kur Zogu u ngrit. Korridori i spitalit ishte i ftohtë dhe i heshtur. Askush nuk po ecte andej këndej. Vetëm ai, me putrat e mbështetura fort në dyshemen e ftohtë dhe shikimin e ngulur në atë derë të mbyllur. Dera nga ku kishte hyrë dritani dhe ku nuk kishte dalë më. Çarçafi tashmë e mbulonte trupin e djalit. Vetëm kontura e hollë mund të shihej, e shtrirë atje mbi barel, e rrethuar nga një heshtje e rëndë. Infermierja i kishte lënë një lule të vogël në gjoks, një që dikush nga fshati e solli natën e kaluar. Zogu hyri pa e parë askush. Askush nuk e dinte se si e hapi derën. Por ai hyri brenda. Ishte afër. Ngadalë, sikur po shkelja në tokë që mund të thyej. Dhe ai u ndal para barelës. Ai shikoi. Ai nuhati ajrin. Ai bëri 2 hapa. U ngjit lart. Ai u shtri me trupin e tij të shtypur pas trupit të dritanit. Ajo e vuri hundën në gjoksin e tij. Ishte kështu. Ai nuk qau. Ai nuk lehte. Ai merrte frym shumë ngadalë, sikur donte ta sinkronizonte zemrën e tij me atë të djalit. Por aty nuk kishte më zemër që rrite. Dielli filloi të linte, duke e lyer xhamin e dritares me ngjyrë portokalli. Drita preku fytyrën e dritanit dhe, nga reflektimi, edhe gëzofin e çelet të Zogut. Dhoma duke e ngrirë në kohë. Një mjek hyri brenda. Ndaloi. E pa skenën. Ai e vuri dorën mbi gojë. Ai nuk tha asgjë. Ai u kthye me lot në sy. Zogu nuk reagoi. Ai ishte në vendin e tij. Në të vetmin vend që kishte kuptim. Atje, me djalin që zgjodhi ta ndiqte që nga dita e parë. I vetmi që nuk e shtyu kur tutje. I vetmi që ndante bukë, heshtje dhe përqafime. Dritani nuk tha shumë. Por Zogu i kuptoi të gjitha. Tani ai nuk kishte më zë. Vetëm prania. Zogu e afroi hundën me një shtytje më të afërt. Ai ja lëpiu ngadalë mjekrën e ftohtë djalit. Pastaj i mbylli syt. Ai qëndroi aty, i palvizshëm, sikur të flinin bashkë. I gjithë fshati mësoi për vdekjen gjatë gjithë ditës. Ata erdhën për të sjellë lule, për të lënë shënime dhe për të thënë lutje në heshtje. Por askush nuk guxoi ta merrte Zogun. Pas ditën tjetër, ata përgatitën trupin. E vendosën dritanin në një arkivol të thjeshtë, të verdhë të çelët, pasi atij i pëlqente ngjyra e diellit. E mbuluan me një çarçaf të qëndisur nga gjyshja e tyre dhe vendosën trëndafila të kuq sipër. Ata e çuan trupin në kapelen e vogël, pranë kishës. Zogu shkoi me të. Ai ecte nga pas, me hapa të ngadaltë, pa jak, pa zinxhir, por sikur e dinte të gjithë rrugën. Në kapel, ata e vendosën arkivolin në qendër të dhomës. Dritë e zbeth. Arom lulesh dhe qiriu të shkrirë. Njerëz që qajnë në heshtje. Zogu hyri. Ai ecte midis stolave. Ai u ndal para arkivolit. Ai shikoi. U hodh. Ai u shtri sipër. Pikërisht në mes. Midis trëndafilave. Ai e mbështeti trupin e tij në dru. Ai e vendosi kokën sipër vendit ku do të ishte gjoksi i dritanit. Dhe ai nuk lëvizi. Ata u përpoqën ta merrnin. Një burr i moshuar eci aty ngadalë. Lëreni të qetë, tha gjyshja me zë të dobët. Ai e di çfarë po bën. Zogu qëndroi. Qiriu në cep digjej ngadalë. Pasditja u shndërrua në natë. Njerëzit filluan të largoheshin. Një nga një. Vetëm më të afërtit mbetën. Dhe ai. Kur u fikën dritat e fundit, Zogu ishte ende aty. As kur erdhi agimi. As kur qiriu mbaroi së djeguri. As kur i ftohti u kthye për të trokitur në xhamin e dritares. Ai nuk u largua. Ai e mbajti trupin e djalit sikur të kishte ende diçka aty që nuk mund të zhdukej vetvetiu. Sikur edhe një pjesë e tij të kishte vdekur në atë korridor spitali. Sikur e vetmja gjë që kishte mbetur ishte të qëndronte deri në fund.